Për disa ditësh në lindjen e mesme po zhvillojnë luftime të ashpra e sidomos mes SBA-s, Izraelit dhe po themi që po bombardojnë Iranin. Për të folur se çfarë sjell kjo luftë dhe për palët e përfshira dhe a mund të zgjerat më shumë, kam të ftuar në një lidhje direkte zotin Fatmir Markoçi, analist. Zoti Markoçi, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit edhe juve. Zoti Markoçi, si e keni parë nisjen e bombardimeve të Izraelit dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës ndaj Iranit? Do të bëj një korrigjim të vogël, pasi nuk është lufta e Shtetet Bashkuara të Amerikës, Izraelit dhe Iranit, por është Izraeli me Iranin dhe Shtetet Bashkuara detyruan të futen në këtë luftë, të cilën realisht ishin në bisedime dhe ishin në tavolinë ku kishin rënë dakord për disa pika kryesore që Amerika po kërkonte të vendose, siç ishte përgatitja e bombës bërthamore, minimumi i prodhimit të uraniumit dhe raketet balistike. Përsa i përket uraniumit dhe bombës atomike kishin rënë dakord dhe palët për herë të parë ulen në tavolinë bashkë me përfaqësuesin e Omanit dhe ishin negociata të plota dhe u nisën drejt qeverive të tyre për të marrë atë pëlqimin apo për të bërë vazhdimsinë e bisedimeve diplomatike. Dhe nuk zgjati as 24 orë kur Izraeli goditi Iranin. Dhe në goditjen e parë ishte ajo që dha rezultatin ndoshta më të keq, vrasja e liderit shpirtëror të Iranit, Khamenei, e cila solli pastaj atë egërsinë më të madhe të Iranit, duke u përgjigjur në mënyrë të rrufeshme. Pas 45 minutave bombardimit të parë u përgjigj Irani. Amerika u detyrua pastaj të futet në këtë lloj lufte në mbështetje të Iranit, por gjërat nuk ecën gjithmonë ashtu siç mendohet dhe ashtu siç planifikohen në tavolinë. Kështu që është një luftë tashmë e cila do zgjasi, sipas gjykimit tim, atë çfarë kemi parë, sepse shumë portale janë edhe lajme fake, janë edhe të pakta lajmet të cilat vijnë nga terreni, qoftë nga Izraeli apo qoftë edhe nga Irani, por ajo që të bën përshtypje është që kjo luftë tashmë po kthehet në një luftë rajonale, ashtu siç Irani e parashtroi para nisjes së saj, që do ketë një konflikt rajonal. Dhe me sa duket mund të përshkallëzohet edhe në një luftë akoma më tepër, në një shtrije më të madhe gjeografike, duke pasur parasysh që mund të futet edhe NATO direkt në këtë betejë, domethënë në këtë luftë. Kështu që jemi në situata jo të këndshme përsa i përket luftës, jo pse është luftë, por sepse po kemi humbje njerëzore të shumta dhe ajo që është më kryesore pastaj duket që diplomacia dështoi totalisht. Zoti Markoçi, si e shikoni fundin e kësaj lufte? Zakonisht historia është pak kokëforte, është shumë e ndjeshme dhe të themi edhe përsëritse në shumë raste. Irani nuk është një vend, themi që është një vend i cili nuk ka mbartur lufta, por gjithmonë është ai vendi i cili është sulmuar gjithmonë. Mos harrojmë se është një shtet 5000 vjeçar, ka një histori, ka një nacionalizëm të theksuar në Iran, që është e vërteta. Ata gjithmonë janë përballur të vetëm në fushë betejë,
gjithmonë kanë qenë edhe lufta e fundit që pati me Irakun, po prap kanë qenë të vetëm dhe në atë kohë po ta t'i kthejmë pak historisë 40 vjeçare. Do shohim se edhe në atë kohë Irani ka qenë i vetëm, nuk ka pasur përkraje të shteteve të tjera, aq më tepër në atë kohë dhe Rusia biles, megjithëse ka pas baza dhe ka qenë kundra Iranit. Sot po shohim ca aleancë të tjera, dhe kjo është ajo që të bie në sy, se po shohim një aleancë ndërmjet Iranit, Kinës edhe Rusisë. Unë kam thënë edhe nuk kam dashur shumë të merrem me politikën globale, sepse s'kam dashur të hapem në këtë pikë, por ajo që është kryesorja është që e njoh mjaft mirë këtë lloj politike, nuk është se njoh. Por në disa shkrimet mia kam thënë që Irani është nyja gordiane. Është një nyje gordiane për lindjen e mesme, sepse po të shohim qoftë dalja e Rusisë, qoftë dalja e Kinës, të dyja përputhen në Iran. Dhe nëse Irani nuk do të ndryshojë apo do të jetë në regjimin e Izraelit apo dhe të Shtetet Bashkuara të Amerikës, atëherë prishin politika strategjike të Kinës edhe të Rusisë. Kështu që prandaj thash kemi ca aleanca të cilat nuk janë kristalizuar totalisht, por nën rrogoz të dyja superfuqi, qoftë Kina dhe qoftë Rusia, po e ndihmojnë Iranin në armatime, në logjistikën e saj. Dhe prandaj thash që lufta do të vazhdojë, nuk do të jetë luftë ditore, ashtu siç ajo lufta 12 ditore e ndodhur një vit më parë ndërmjet Iranit edhe Izraelit, do jetë një luftë më e gjatë, sepse edhe konflikti është i shtrirë më tepër se sa një vit më parë, kur ishte vetëm Izraeli dhe Irani, nuk ishin të tjerë vende. Tashmë që lufta është hapur në të gjithë gjirin, dhe ajo që është më kryesore është një luftë që do sjellë pasoja, sidomos pasoja ekonomike ndoshta do të jenë në ditët në vijim. Europa më tepër do ta ndjejë këtë lloj krize, duke pas parasysh të kanalin e Hormuzit, duke pas parasysh që do futen edhe vendet e tjera, do futen në betejë, dhe lufta ekonomike është ajo që është më e prekshmja, dhe do shohim rritje të çmimeve të gjithë artikujve kryesor të jetës përditshme. Kështu që kjo lloj lufte përveç asaj pjesës të dukshme, kemi edhe anën e padukshme. Ana e padukshme është ajo pjesë si do ndahen aleancat tashmë. Do shohim ndarjen e aleancave. Unë nuk kam thënë në një emision, nëse ju kujtohet, kam hedhur atë idenë e Riadit, takimit Riadit, i cili do bëjë edhe ndarjen përfundimtare të kësaj që quhet rendi i ri botror. Jo më kote kam thënë këtë, dhe unë i qëndroj po prap besnik kësaj që vetëm një takim i Riadit do bëhet i superfuqive, do bëj atë ndarjen territoriale të superfuqive ku do kenë zonat e influencës. Dhe gjithë lufta tashmë është se kush do ketë influenca, të themi, më të rëndësishme në lindjen e mesme. Dhe jo më kot them që Irani është nyja gordiane, nëse Iranin, domethënë krau që do mbaj Irani do tregoj edhe supremacinë e qoftë Shtetet Bashkuara të Amerikës, qoftë Kinës, qoftë edhe të Rusisë. Deri tashmë kemi një marrëveshje ndërmjet Rusisë, Kinës edhe Iranit, është një marrëveshje para se të fillojë lufta. Në një muaj para se të fillojë lufta kemi një marrëveshje treshe për ekonominë dhe për ndihmat ushtarake. Ka një marrëveshje akoma më të hershme dhe më tradicionale, të themi, ndërmjet Iranit dhe Koresë Veriut, e cila e ka ndihmuar mjaft fuqishëm Iranin në bërjen e raketave, me infrastrukturë dhe me çdo gjë tjetër, qoftë edhe me ato punimet e tuneleve apo të kupolave
të ngritura në Iran, ku ka ndërtuar të gjithë infrastrukturën e kanë në tokë, ato që ata e quajnë qyteti i raketave. Kështu që jemi në situatë të tepër dramatike, por ajo që është më kryesorja është që thash edhe një herë, dështimi i diplomacisë dhe humbja e jetës njerëzve kanë bërë një shkrim ku i quaj tashmë humbjen e jetës njerëzve e quaj si fisha pokeri. Dhe dështimi i diplomacisë, dështimi i OKB-s për të ndërhyrë dhe për të qenë negociatore apo për të qenë ajo e para në zhvillimin e këtyre ngjarjeve, në ndalimin e kësaj dhe për t'i ulë njerëzit palët, themi, në tavolinë. Por me sa duket politikat ndërkombëtare ndryshojnë nga situata në situatë dhe sot kemi që po del negociatori kryesor, po del Rusia. Dalja e Rusisë si negociatori kryesore në këto bisedime do t'rregojë edhe një herë që do kemi kushte të tjera, ndryshe nga kushtet e para, ku Shtetet e Bashkuara vendosin kushte për Iranin, tashmë do jetë Irani që do vendosi kushte për sa i përket luftës, sepse ata kanë bërë një deklaratë ku kanë thënë që lufta do jetë e gjatë, e para, dhe vendosja e flamurit kuq mbi xhami tregon se Irani do vazhdojë atë betejën deri në vdekje, themi. Është ai sinjali i të rënurit martir për vendin e tyre. Zoti Merkoçi, disa media prestigjioze kanë njoftuar se Irani ka ekzekutuar një prej gjeneralëve të gardës revolucionare që dyshohet se ka tradhuar Ali Khamenein. Si e besoni, si e mendoni, po themi, këtë zhvillim dhe a besoni që ka pasur tradhti të Ali Khameneit që u ekzekutua në mënyrë të menjëhershme mëngjesin e asaj dite ku nisën bombardimet në Iran? Ka dy momente që Ali Khamenei mund të jetë i tradhtuar dhe mund të ketë tradhti brenda generalëve, sepse kjo është e qartë për një arsye të thjeshtë, sepse fotoja ka dalë nga brenda. Kur është dërguar Netanyahu, është dërguar nga brenda. Domethënë edhe në detaje, derisa i kanë treguar dhe unazën e Khameneit, domethënë është momenti i parë. Do të thotë se në momentin e parë dikush ka qenë aty, që e ka filmuar, ka fotografuar atë dhe ka dërguar lajmin në Iran. Por ajo që është më e rëndësishme te Khamenei më tepër është ajo pjesa që duke qenë se ishte e gjithë flota amerikane, duke qenë se kishte të gjithë armatimi dhe i rrethuar dhe flitesh dhe pritesh dita ditës, ajo që të bën përshtypje është që Khamenei nuk ka ndetur në shtëpinë e tij. Duke ndetur në shtëpinë e tij më shumë duket sikur ka kërkuar martirizimin e tij. Dhe mos harrojmë se jemi në muajin e Ramazanit dhe në muajin e Ramazanit sipas fesë ata e kanë të shenjtë, domethënë edhe vdekjen e kanë të shenjtë. Kështu ka ndodhur edhe me Baba Aliun. Edhe vrasja e tij është bërë po në muajin e Ramazanit, po me familjen e tij, po në vendin e tij, apo lufta e Kerbelas, po në muajin e Ramazanit ka ndodhur, domethënë ai kërkoi edhe ndoshta një martirizim të vetes së tij për të dhënë atë sinjalin, thash, ajo ngritja e flamurit nuk ishte e kot, por për dhënë atë sinjalin e martirizimit për vendin apo për shtetin e tyre, domethënë. Dhe duket sikur Khamenei edhe priste, mos harroni se ka qenë një 86 vjeçar, gjysmë i paralizuar, dhe edhe këtë lloj martirizimi që po ta quaj tashmë, pavarësisht nga tradhtia që mund të ketë pas, po edhe një farë mbrojtje ai nuk kishte. Nëse do shohim ke lufta 12 ditore, për shembull, Khamenei ishte në bunker, nuk dilte fare, ndërsa në këtë momente kur thash ishte gjithë e rrethuar Irani dhe pritesh dita ditësh, çdo kush e priste një sulm nga Izraeli,
Khamenei çuditërisht neti në shtëpinë e tij, i pambrojtur të themi, dhe mos harrojmë se janë përdorur rreth 300 raketa në momentin kur është vrarë Khamenei, se mbrojtja kundërajrore e Iranit ka vepruar, por një numër kaq i madh i raketash kuptohet që do të orientohet edhe mbrojtja kundërajrore dhe një raketë do bie, nuk diskutohet. Kështu që them që janë dy momente, momenti i tradhtisë dhe momenti i dëshirës ndoshta të vetë Khameneit për të fliruar, dhe duke bërë atë flijimin e tij, ai bëri dhe atë pjesën e mos coptimit apo mos ndarjes së fraksioneve brenda që mund të ekzistonin brenda qeverisë, brenda shtetit të Izraelit, brenda shtetit të Iranit. Kështu që thash janë dy momente, se është garda, është ushtria, është qeveria, mund të kishte edhe një farë konflikti, themi, brenda tyre, por çdo gjë ishte e koordinuar dhe e rregulluar. Khamenei ka lënë me shkrim çdo pasardhës të tij, duke vendosur 4 pasardhësit e tij, pastaj zgjedhja është gjë tjetër. Ajo që ishte kryesorja ishte se edhe strategjia që ka përdorur edhe trashëgiminë e komandantëve të betejës, pra nëse vritet dikur e marrin urdhën direkt, nuk ka nevojë të mlidhet më shtabi që caktojë se kush do jetë komandant, pra kanë bërë një sistem tjetër, iranianët kanë luajtur me një sistem tjetër. Ndoshta kjo i ka dhënë ajo lufta 12 ditore që bëri Izraeli, i tregoi shumë gjëra, themi, defekte që mund të kishte sistemi iranian në mbrojtjen e tij, kështu që gjatë këtij viti ata janë munduar të rregullojnë këtë lloj sistemi dhe kanë bërë këtë. Dhe po ta shohësh edhe goditjet janë, duket sikur janë goditje të cilat nuk janë të kontrolluar apo të vendosura nga një komand. Duket sikur çdo zonë lufton dhe godet në komandën e tij. Jo nga komanda qendrore, por nga komanda e tij, po ta veni re edhe luftimet se si bëhen, mënyra e bombardimeve, mënyra e mbrojtjes, apo mënyra e sulmit pastaj që ata e bëjnë, duket sikur nuk është e koordinuar nga një komandë thjesht. Dhe kjo u duk pikërisht në atë përgjigjen e menjëhershme, pavarësisht se u vra Khamenei, pavarësisht se u vran disa general, themi aty, të shtabit, përgjigja menjëhershme për 45 minutave të përgjigjet në mënyrë kaq trufeshme tregonte se ata kanë pas ato objektivat e përcaktuara një e para, dhe komandat kanë qenë përcaktuara më përpara. Më kujtohet një shprehje e Khameneit i cili thoshte jemi gati në çdo moment, pavarësisht çfarë ndodh, jemi gati në çdo moment dhe kemi gishtin e këmbës. Domethënë të gjithë janë të përfshirë dhe kanë marrë urdhra direkte dhe nuk kanë nevojë më të marrin urdhra nga komanda qendrore. Pra kushdo që të ndodh në çdo moment, çdo komand kishte objektivin e tij dhe kishte urdhrat e tij, dhe duket në këtë lloj forme duket si është një luftë e cila tashmë është futur në atë fazën që pavarësisht se çfarë mund të ndodhi në komandat e tyre, ato vazhdojnë në mënyrë strategjike, vazhdojnë të ndjekin strategjinë e tyre. Pra kemi dy momente, momenti taktik dhe momenti strategjik. Ata tashmë janë futur në atë momentin strategjik që është në fillim dhe kanë përparësi në këtë lloj sulmi. Duket sikur kanë përparësi sepse nuk vendosin, janë komanda të cilat janë të vendosur akoma përpara. Dhe kjo i jep atyre një farë përparësie nga pikpamja strategjike. Shohim tashmë se si do ecin, por jeni të bindur që kjo luftë do zgjasë, nuk do jetë luftë ditore.